Nisja e sezonit turistik ka vënë në lëvizje strukturat ligjzbatuese në Lezhë për të garantuar rregull dhe siguri për pushuesit. Struktura e bashkisë në bashkëpunim me Policinë e Shtetit ka ndërmarrë një aksion për lirimin e hapësirave të zaptuara në mënyrë të paligjshme përgjatë vijës bregdetare të Shëngjinit. Ndërhyrja vjen në kuadër të zbatimit të vendimeve të reja qeveritare që ndalojnë vendosjen e shezlloneve pa leje të rregullt në pjesën publike të plazhit. Gjatë kontrolleve janë vendosur gjoba dhe ndaj disa subjekteve, kryesisht biçbare, të cilat kishin zënë hapësirën publike duke vendosur shezllone dhe pajisje të tjera, në kundërshtim me rregullat e reja, pasi sipas VKM-s së fundit, vetëm struktura të miratuara hoteliere kanë të drejtë të shfrytëzojnë hapësira të caktuara për stacione plazhi. Deri diku kemi arritur bashkëpunimin me strukturat akomoduese, ato që janë pajisura me leje, ka tendenca për të abuzuar, por ne kemi ngritur strukturat për të pas investigimet çdodiçme. Është krijuar edhe shoqëria Plezha Invest SHA, e cila merret edhe me menaxhimin e plazheve publike që do të ofrojë pushuesve akomodimin me çadra dhe shezllone dhe normalisht që do të ketë edhe inspektimin e ditëpërditshëm, pastrimin, monitorimin dhe çdo gjë që pushuesit të gjejnë komoditetin që meritojnë. Nënkryetari i Bashkisë Lezhës, Fajton Zefi, thotë se monitorimi do të vijojë përgjatë të gjithë sezonit turistik për të siguruar zbatim të plotë të ligjit dhe mbrojtje të hapësirave publike, të cilat do të menaxhohen nga pushteti vendor. Ne i kemi paralajmëruar dy herë, sot kemi filluar me masa administrative dhe shpresoj të mos arrim deri në ato masa që të arrim me sekuestro. Gjithsesi, ne jemi nga dishmëri, bashkëpunimin e kemi gjitha strukturave, taksave, policisë bashkiake, bashkëpunim Policinë e Shtetit. Kështu që ne do jemi ditë për ditë në monitorim deri me datën 1 shtator. Sipas të dhënave zyrtare, në të gjithë bregdetin e Lezhës, nga rana hedhur deri në Tale, janë dhënë rreth 50 leje për stacione plazhi. Pjesa tjetër e bregdetit do të mbetet e lirë për përdorim publik dhe do të administrohet përmes një shoqërie të krijuar nga vetë Bashkia Lezhë.